Një punonjës i policisë së Burgjeve është arrestuar me kërkesë të prokurorisë së Elbasanit, pasi akuzohet se fuste lëndë narkotike dhe sende të ndaluara brenda institucionit të vuajtjes së dënimit dhe u ashqiste të dënuarve. Në pranga përfundoi efektivi Ndriçim Kroi, i cili shërbente në regjimin e brendshëm të IEVP-s Elbasan. Sipas hetimeve, Kroi gjatë orëve jashtë shërbimit merrte porosinga të afërmit të paraburgosëve në pikën ku ushtronte aktivitet si shitës ambulanti telefonave të përdorur dhe sendeve me vlerë. Më pas ai fuste këto sende me lëndë narkotike brenda ambientit të burgut, duke shfrytzuar turnin e tretë dhe ditët e fundjavës kur mungonte personeli administrativ. Në kuadër të operacionit u arrestua edhe Esmeralda Komiçi, e dashura e të paraburgosurit Kiralt Stamolla. Ajo dyshohet se paguante nga 100 deri në 200.000 lekë të vjetra për çdo rast për futjen e drogës në burg, e cila më pas i dorësoi Stamollës. Ky i fundit e shpërndante lëndë narkotike tek të dënuarit e tjerë. Hetimet u kryen me metoda proaktive, përfshirë përgjigje telefonike dhe ambientale, si dhe vëzhgime të kamufluara nga hetuesit. Ndaj 3 të arrestuarve rëndojnë akuzat për prodhim dhe shitje të narkotikëve, si dhe futja e sendeve të ndaluara në institucione penitenciare.